Sot inshallah vëllezër do të flasim për një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku transmetohet se një ditë Thaubani, një prej sahabëve, një prej shokëve, një prej shoqëruesve, një prej atyre të cilët i kanë bërë hizmet mas shumti, i ka shërby pejgamberit alayhis salam. E njëherë një ditë pejgamberi alayhis salam te Thaubani edhe shet të piklum, edhe pyet se çfarë deri ti ka. Mos kina i smundje, mos kina i dert, mos kina i breng, mos kina i problem që me zgjell, apo mundu me të ndihmu. Çka i thot Thaubani? Do të vallahi drumi Allah, nuk kam ndaj problem. Nuk kam ndaj dert, ndaj hall. Hallin që e kam që po më shek shtët, nuk ka të bëj me dynjë. Ka të bëj me çështje të ahiretit. Ka të bëj me çështje që unë këtu shpesher kur përmallona me të pa, dal në xhami të shoh, apo vi te shtëpia jote edhe të takoj. Po më kujtu dita e gjykimit, edhe më kujtu xheneti, nëse Allahu Azza wa Jall ma bën nasib me hin xhenet, thot ti je në xhenetet më të larta, ti je shkollë më të lartë. Çish ka mundësi unë marr me të pa? Kur të mtekët mu, kur duone, kur kam qefone me të pa, kur të përmallona une me të pa ty, ti e shkollë ma të lartë me pejgamber. Nashta s'muj marrë me të pa gjithë. Që të derte kam. Hala pa ju përgjigj pejgamber alayhis salam. Vjen Gjibrili edhe ja zbret një ajet të Koranit. Një porosi pi Allahut Azza wa Jall. Porosi që e jep Thaubanit këtij sahabijut edhe atina apo neve apo kujdo prej muslimanëve që e ka këtë dërë. Thotë Allah subhanahu wa taala: "Wa man yuti'i Allaha war Rasul, fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Ata të cilët i nënshtrohen Allahut Azza wa Jall, edhe i nënshtrohen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këta në ditën e gjykimit do të jenë në xhenetet e Allahut, me kanë, me pejgambert e Allahut, me njerëz e devotshëm, besnik, me dëshmorët, edhe me ata të cilët i tutën Allahut Azza wa Jall. Wa hasuna ulaika rafiqa, e nuk ka kojshi më të mirë, nuk ka banor më të mirë, nuk ka vendas më të mirë se sa këta. Këtë në porosit Allahu Azza wa Jall. Ai i cili e ka këtë dert, sikur se Thaubani, se qysh me konë me pejgamberin sallallahu në xhenet. Qysh me pa pejgamberin sallallahu sa më shpesh në xhenet. Allahu Azza wa Jall na përgjigj kështu. Ai i cili nështrohet Allahut Azza wa Jall dhe nështrohet pejgamberit alayhis salam. Rruga për me konë me pejgamberin sallallahu në xhenet do të nështrim ndaj Allahut dhe nështrim ndaj pejgamberit alayhis salam. Sikur se qysh pejgamberi alayhis salam, Rabia ibn Ka'bit, një ditë kur i shërbej pejgamberit alayhis salam, tha selni, kërko çka po don me lut Allahun zel me ta plotësu dëshirën. Tha du me konë me ty në xhenet. I tha pejgamberi alayhis salam, fa'inni bi kathrati sujud, ndihmo mu me sejdë të shumta. Ndihmon që kur të luti Allahun Azza wa Jall me pas për kënë mu lutë. A i cili ka dërt me taku pejgamberin alayhis salam në xhenet, e me pa pejgamberin alayhis salam sa herë don ai, do të më nështru Allahu të vllazni. Edhe do të me ndjek sunetin e pejgamberit alayhis salam. Për ata pejgamberi alayhis salam para vdekjes, momentet e fundit të vdekjes, ka thonë aleikum bi sunneti, kapëni për sunetin tem. Ndjek në sunetin tem. A i cili dënë mos me hum në dynja, edhe mos me hum në ahiret, do të me ndjek sunetin e pejgamberit alayhis salam. Edhe do të me kry urnat e Allahut Azza wa Jall. Do të më falë vllazni. Pa namaz nuk ka xhenet. I pari sen që ka pyet njeri ditën e gjykimit është namazi. Gjon sahabi që ka bona i haram. Në histori, merre lexo historinë islame. Gjon ai sahabi, gjon ai tabein që ka bona i gjuna. Po nuk gjon asnjë tabein, asnjë sahabi që ka lënë namaz. Që
që s'ka falë namaz, që si ka ro sejtë Allahut azza wa jall. Do të më nushtru Allahut azza wa jall për me hinë xhenet. Do të më thy gojt namaz për me hinë xhenet. Pejgamberi alayhis salam kur është ardhur ndalesa, kur thot Allahu subhanahu wa taala innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu, me të vërtet alkooli, bigjozi, haram e tjera janë dytësira, janë vepra të shejtanit, largoni prej tyre. Po Teres ibn Malik, sahabët i kanë ka burret e tyre, çka kanë pas i kanë derë në rrugë. Pastaj pejgamberi alayhis salam një ditë e shen një sahabi, e shen një shok të vetin me një unaz, tarit, në gisht. Edhe ka pejgamberi sëram në gishtin, një hjek unazën edhe e gjun. Do ta po ki qef me pas një zjarr në xhenemin trupit tën ditën e gjykimit. Ai cili e bon këtë dynja, në transmetim tjetër nuk ka me bajt në ahiret. Në disa transmetime apo në qëta, ai cili e bon dynja ka me bajt qëta në ditën e gjykimit, pi zjarmit xhenemit. Edhe shkon pejgamberi sëram, ky nuk e merr unazën. Vjen një shok i tjetër, i tina, i thot mere, edhe shite, mere përfito për sajna. Është interesant të dy hadithe. E para, thot Enes ibn Malik i kanë derë alkoholin. Nuk ka transmetime që dikush ka thonë, a bën mja ushit pa besimtarve. Ka pos mushrika dhe. Alkoholin nuk lejohet mja ushit as pa besimtarve, as muslimanve, as kërkujna. Po te çështja e arit, i ka thonë ky sahabia, ky shoku i vet, merre edhe përfito prej saj. Çish me përfitu? E shkrin, e bën ai unoz të grave dhe lejohet me shit. On kush ka zinxhir të burrav apo unoza të burrav, lejohet me shku te argjentari, me shit me kush që ai me shkri edhe me bë për fem. Ose me bë lir, ose me bë pllak edhe ti kur dush mase e shetosh pasuni. Kjo lejohet. Mi po me bajt nuk lejohet. Ka thonë mere, edhe përfitot diçka pisojna. Thot vallai nuk e marr një sen që e ka gjujt pejgamberi alayhis salam. Është largu më një herë. Sot vllaznin na shpesh e lutim Allahun azza wa jall me na dhon xhenetin. E me na shpëtu pi zjarmit të xhenemit. Mirë po jena bo sikur se që thot pejgamberi alayhis salam. Thot për një person i cili ka marrë një udhtim, ka qenë udhëtar, thot edhe lut Allahun azza wa jall. Teshat e plornosta, i lodh. Walakin ma'kaluhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa annahu yustajabu lahu. Thot pejgamberi alayhis salam, mirë po ushqimin e ka haram, veshmbatjen e ka haram, është ushqyer me haram. Qysh më u përgjigj Allahu azza wa jall lutjes tij? S'është në tokë bukës kërka heq. S'është në rrugët Allahut azza wa jall. Qysh më u përgjigj Allahu azza wa jall lutjes tina? Që me konë xhenet e me konë me pejgamberin alayhis salam. Apo me konë me Abu Bekrin, i cili e ka dhënë pasunin 3 herë komplet për hir të Allahut azza wa jall. Apo me konë me Omer radhiyallahu anhu, për cilin ka zbrit ajetet Kuranit që mire ka pas Omer radhiyallahu anhu. Në shumë raste. Apo pëdën me konë me Aliin radhiyallahu anhu në xhenet, i cili ka nënë shtratin e pejgamberit alayhis salam, kur ka bëj hijret pe Mekës në Medinë. Ka sakrifiku veten e vet për pejgamberin alayhis salam. E ka mujt edhe me myt mushrikat. E na po dojna me kon xhenet me pejgamberin alayhis salam, tu nejt. E tu mos e pasu rrugën e Allahut azza wa jalla, rrugën e pejgamberit alayhis salam. Ata që dojnë me kon me pejgamberin alayhis salam, në xhenet do të më nështru mas pari Allahut azza wa jalla. E pastaj më nështru pejgamberit alayhis salam. Abu Bekr radhiyallahu anhu, një ditë kur kanë shpif për vajzën e tina. Kanë shpif për Aisha radhiyallahu anha, vajzën e Abu Bekrit, e nonën e besimtarëve, gruan e pejgamberit alayhis salam. E një prej tyre që ka bardh fjalë, ka qenë edhe tezaku e Abu Bekrit, djali i tezës. Abu Bekri e ka marrë. Abu Bekri e ka ushqyer. Abu Bekri i ka dhënë pasunia tina. Edhe është më e rëndë me nipi familjarit tënë që ta kesh familjen tonë, apo shtëpi për familjen tonë.
E plus me konë ai familjar që ti e ki majt. Thot vallaj kur si dhomo. Kur s'ka minimum. Zbret ajet i Kuranit ku thot Allahu Azhel. Edhe thuaj Muhammed se atyre të cilët Allahu Azhel ju ka dhënë pasuni. Edhe betohen që s'kan mi ndihmu të familjarëve tyne, të varfërve, apo atyre të cilët janë shpërngul për hir të Allahut Azhel. Let t'i falin. Let t'i falin gabimet që i kanë bërë ata. E thot Allah subhanahu wa taala, "Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum?" A nuk keni qef që Allahu më ia fal mëkatet e juve? Wallahu ghafur rahim. Allahu është mëshirues edhe falës. Falni ata, që shka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Mëshironi ata të cilët janë në tokë, ju mëshiron ai i cili është në qiell. Ky ajet ka zbrit për Ebu Bekrin. Thuaj aty në të cilët Allah ju ka dhënë pasuni, edhe janë betu që mos mi ndihmu familjare, farefisit, të afërmëve. Let ja u falin. Mos t'ja nxojnë për të madhe që kanë folë. A kanë qef këta mi ja u falë Allahu Azhel? Thotë Ebu Bekri Allahu vallaj kam qef mi falë Allahu. Edhe është betu ka thonë vallaj, sot jam unë e gjallë gjithë kom minimum. Edhe pse ka shpijë për qikën e vetë. Kjo është nështrimi ndaj Allahut Azhel. Kjo është nështrimi që besimtari do të me pas, që edhe nëse betohet që s'ka me bo një vepër, vjen një urdhë një Allahut Azhel, apo e nin ndonjë këshill të një hoxhës, apo ndonjë këshill të një librit, që s'bën me bo që ashtu, do të me bo ndryshe, bën e që ashtu që ka thonë Allahu Azhel. Kjo është nështrimi ndaj Allahut që do të me pas besimtari, edhe nështrimi ndaj pejgamberit alayhis salam. Për ata pejgamberi sa ka thonë kullu ummeti yadkhuluna al-janna. Këtë umeti jam kanë me hinë xhenet përveç ai i cili nuk don. Ai i cili nështrohet pejgamberit sallam, ai don me hinë xhenet. Ai i cili largohet pe rrugës pejgamberit alayhis salam, ai nuk don me hinë xhenet. Një ditë sa pejgamberi alayhis salam ishte shtrirë, flajton në xhum, erdhën me laçet e Allahut Azhel te pejgamberi alayhis salam. Edhe diskutojshin mes vetë. Pejgamberi alayhis salam i nike. Çka thanë? Thanë kjo është i dërguari i Allahut. Syt i ka në gjumë, kurse truni i tij në është qut. Ndëgjon çka po flasim na. Shembulli i tij është kurse shembulli i një personit i cili e ka marrë një shtëpi. Edhe shtëpinë që e ka i thret krejt njerëz në gosti. E bën një ushqim, e bën një gosti edhe i thret krejt. Edhe disa i përgjigjen, e shpëtojnë, e disa nuk i përgjigjen edhe humbin. Thot një pej me laqev, këtina që i flet, thot, komentoja ato çka e the. Komentoja kujt, pejgamberit alayhis salam. Tha, shpia në cilën po thret ky, është xheneti i Allahut Azhel. Gostia për cilën thret ky është xheneti i Allahut Azhel, në cilën kanë me hangër besimtarë. Ata të cilët i përgjigjen ftesës pejgamberit alayhis salam, ata kanë shpëtu. Ata të cilët nuk i përgjigjen ftesës thirrjes pejgamberit alayhis salam, ata kanë me humb. Qysh kanë me humb? Kanë me humb edhe ata të cilët thojnë që janë besimtarë edhe nuk e pasojnë rrugën e pejgamberit alayhis salam. Thot pejgamberi sa përderisa në ditën e gjykimit, unë jam me besimtarë, me muslimanë, në haudin, në burimin e pejgamberit alayhis salam, ku kanë me pi besimtarët prej burimit pejgamberit alayhis salam. Në ditë kur nuk ka hije përveç hijes të Allahut, e nuk ka ushqim e as pije përveç se aty në cilët Allahu xhel ja lejon. E thot pejgamberi sallam, vinë disa njerëz që i një që janë për umetit tem, që janë musliman. Edhe i thot pejgamberi alayhis salam, me laçet të cilët i ndalojnë për mos me hi, mu bashku me pejgamberin sallam. I thot lejse dhe ata janë për umetit tem. I thojnë ojnë dërgumi i Allahut, nuk e din të se çka kanë shpif këta, apo çka kanë pasu këta, apo çfarë risis kanë qitë këta pas vdekjes tonë. Thot pejgamberi sallam, largoj prej meje. Largoj prej meje.
Këta e njerëz të cilët shpifin për pejgamberin alayhis salam, se që kjo është sunet, e kjo është mirë mu bo, apo për ata të cilët mendojnë se është sunet i pejgamberit alayhis salam me shku te varrezat e me dhënë shire me kërku pi dektit ndihmes, apo shkojnë te vori pejgamberit alayhis salam dhe kërkojnë pi pejgamberit alayhis salam ndonjë të mirë. Edhe kjo është e ndaluar me vllazni. Për ata pejgamberi alayhis salam ka thonë, mos më ngritni mu ashtu që e ka ngrit krishtert Isën alayhis salam. Po thuni robi i Allahut edhe i dërguari i Allahut. Çka ka? Pejgamberi alayhis salam ka qenë rob i Allahut edhe i dërguari i Allahut. Jo më shumë. Na e lutim Allahun azza wa jall që më ia mundsu pejgamberin alayhis salam me bësh shefat për neve. E nuk e lutim pejgamberin alayhis salam me bësh shefat. Sa pejgamberi alayhis salam nuk ka mundësi me bësh shefat për neve përveç se nëse Allahu azza wa jall. E na do të me lutë Allahun azza wa jall. Për ata këto gabime, këto ndryshime çka bëhen, ata të cilët e pasojnë këto, i ndjekun këto, apo vetë i shpikin këto, pejgamberi sa ka me kon larg këtë në ditën e gjykimit. Për ata vllazni do të me pas këtë gojë, do të me pas këtë dert, me pas dert që me kon me pejgamberin sa në xhenet. Me pas dert ashtu që ka thonë pejgamberi sa kur e lutni Allahun azza wa jall, xhenetin lutni Firdaus al-Ala. Lutni Firdausin i cili është xheneti më i lartë. Mbi to është arshi i Allahut azza wa jall. E nërto rrjedhin lumej. Jo me lutë Allahu azza o Allah veç në mush në qysh aty në xhenet me mështi. Jo. Me lutë Allahun azza wa jall ashtu që ka thonë Thaubani, me kon me pejgamberin alayhis salam në xhenet. Këto do të me pas synimin besimtar. Edhe me vepru veprat që çojnë në xhenet edhe na bashkojmë në pejgamberin alayhis salam në xhenet. Elusim Allahun azza wa jall na mundsoj me kon pejgamberin salam në xhenetet e tij. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Vepra sa do të më bëj besimtari vllazni, për me kon me pejgamberin alayhis salam në xhenet, e para është nështrimi ndaj Allahut azza wa jall, pastaj është ndjekja e sunetit të pejgamberit alayhis salam. Shpesh herë i nim shokët e shoqnin kur i thu pe fali çto 2 recet, hajt falja, 2 recete sunet, hajt falja, ose sunet është në koshkurgjë. Po agjëri të në tajtë sunet është. Te bëj që to pe fal namazin e duhos sunet është. Në farë forme e kena bu sunetin që çapesh, nuk është kurrë. Suneti pejgamberit alayhis salam. E para ta afron pe Allahut azza wa jall. E dyta, për ata, për shkak se pejgamberi Allahu azza wa jall thot, ai i cili nështrohet pejgamberit sa më ka nështruar Allahu. Wa man yuti'i ar-rasul faqad ata Allah. Ai i cili nështrohet pejgamberit sa më ndjek sunetin e pejgamberit sa e ka ndjek Allahun azza wa jall. Sa Allahu azza wa jall e ka thënë këtë pejgamber. Nuk është obligim, nuk është farz, po ki se vapet në aje. E dyta, është fortifikat që shejtani mos me bo vezvese në farzë, mos me të largu pi farzë. Nëse një njeri i kry farzët, obligimet që ka i ka, e ka bo një muri, për edhe vetës dhe vetë. Nëse janis mi falë sunetet, e ka bo edhe një muri tjetër. Që shejtani mos me mujtë me arrit dhe e kërë. Nëse janis me falë dhe nafile, i ka bo 3 murnaje. Për na u folim të sunetet e pejgamberit sram, jo të nafile. Momenti kur s'ka sunete, shejtani automatikisht vjen edhe bën vezveset e farzët. Lebe se s'ka lidhe me lonë dhe nëj namaz, farz. Edhe nëj ditë mos ma agjeru të Ramazanit, hajpe se ka vakt. Mos a agjera Ramazanit. Ngacmon farzë. Momenti kur ja qet edhe një gardh shtëpisë tënde, përveç farzëve, ai duhet me të bëj vezveset e sunetet. Te farzët s'mundet se ti largo këto pimenje si thu shejtanit që te farzët të në lodh farzët. Jo, jo. Ai mos pari ka punë me shtitje te sunetet milon. Se ti as sunetet si të ilon. Kjo është fortifikat që me mbrojt farzën. Pastaj pejgamberi alayhis salam thot besimtari në ditën e gjykimit, kur Allahu azza wa jalla jep librin e tij. Edhe shas se ka një herë kalshu pej ndonjë farz. E ka vonu në namaz. Apo ka haru me fal, apo diçka kalshu pej, diçka
në obligimet e tina. I thot Allahu azza jall, thot pejgamberi sallallahu i thot Allahu azza jall me laçëm çyr çka ka bëu pi sunetit. Të pejgamberit sallallahu e ja zaventësoni tek farzët. E ja zaventësoni tek farzët. Te lëshimet çka i ka bëu kanë herë. Te lëshimet e farzë çka i ka bëu sunetet me lejen Allahu azza jall e zaventësojnë ata. Pastaj është thirrja në praktikën e sunetit të pejgamberit alayhis salam. Me ndjek sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mi thirr edhe të tjerë. E jo vetëm me praktiku vet, edhe mos mi thirr të tjerë. Edhe tjetra çka të bën ty, apo çka na bën neve me kohën e pejgamberit alayhis salam. Në xhenet është me thu salavat mi pejgamberit alayhis salam. Një ditë Ubej ibn Ka'bi erdhi pejgamberi alayhis salam, kur pejgamberi alayhis salam i këshilloi ke besimtarët për muqu me falë namaz natës. Edhe muqu edhe në natën, një tretën e natës me boj ibadet, me adhuru Allahun azza wa jall. E i tha Ubej ibn Ka'bi, tha i dërgumi Allahut, sa më thuti me qu salavat ndaj teje natën. Tha sot ki mundësi. Thot kitë pjesën e natës që qona, një tretën me qu salavat, a është mjaft? I tha pejgamberi sallallahu sot dush, nëse mosh edhe ma shumë edhe ma mirë. Tha po gjysën e natës, tha edhe ajo është mirë, nëse mosh edhe ma shumë është edhe ma mirë. I tha i dërgumi Allahut, e 2/3 e natës që unë e qona, me qu salavat mbi ty, tha pejgamberi sallallahu edhe ajo është mirë, nëse bën edhe ma shumë edhe ma mirë. Tha krejt natën që qona ka me qu salavat mbi ty. I tha pejgamberi sallallahu me këta Allahu azza jall ti largon brengat e dynjas dhe të ahiretit edhe ti falën katët. Salavatin pejgamberit sallallahu. Pejgamberi sallallahu ka thonë ai i cili më çon salavat mu një herë, 2 herë, e 3 herë me laçe të vazhdojnë me çu salavat mbi ty. E salavati me laçe mbi personin që çon salavat mbi pejgamberin sallallahu është dua. Nëse ti ja nis me thonë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed deri në fund. Sot bëj salavat me laçet kanë me bë dua për ty, Allah mëshiroj, Allah fal. O Allah mëshiroj, o Allah fal. Sot bëj salavat me pejgamberin sallallahu me laçet kanë me bë dua për ty. Në transmetimi tjetër thotë pejgamberi sallallahu ai i cili çon salavat mbi bu një herë, me laçet kanë me qum mbi të 10 herë. Kanë me bë dua mbi të 10 herë. E sevapet të shumta, apo vlerat të mdhaja, e një për tyre thot pejgamberi sallallahu, njeri mas afër me meje, në ditën e gjykimit edhe në xhenet, ka me kon ai i cili ka qu salavat mbi mua më shumë. Këto mos e harroni vëllazë, shpesh herë veç kur të përmend pejgamberi sallallahu çojnë salavat. Unë në telefon e kom instalu apo e kom zbrit një ilahi Allahumma salli ala Muhammed. Arabisht. Vallahi e kom bëu veç sa me ma kujtu salavatin pejgamberit sallallahu. Sa e më thret dikush kur të kryj që i salavatin pejgamberit sallallahu. Bo diçka, kujtoje diçka që me qu salavatin pejgamberit sallallahu. Sa e qënë salavat shkruat se vape, e me laqet bojnë dua për ty. Bën salavat sa ma shumë i pejgamberit sallallahu. Se kjo është ibadet, është adhurim. Është ibadet ndaj Allahut azza wa jall. Se Allahu azza wa jall ka thonë inna Allaha wa malaikatahu yusalluna an nabi. Me të vërtet Allahu edhe me laqet çojnë salavat me pejgamberin sallallahu. Fa sallu alaihi wa sallimu taslima. Çoni salavat me pejgamberin sallallahu. Allahu azza na obligon, na thret për me qenë salavat me pejgamberin sallallahu. Allahu azza na mundsoft me kon me pejgamberin alayhi salam. Në xhenet e tij, Allahu na fal mëkatet tona, prindërit tonë, dhe gjithë besimtarët kudo që janë. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum